ky skenari në Agim Veliut ka me përdor hala pa apo 1 muj 2-3. Kitat që po i dënë Vjosa Lumiri për prezidentin me çmimin që me shkatru LDK, sepse kësaj radhe, nëse këta vinë koalicion, LDK shkatruhet për 34 sekonda. Më mirë se sa kësaj radhe herën e kalume, edhe më mirë se sa kësaj radhe herën e para sa here, në çdo zgjedhje ky kurs ka qenë më i lirë një kryeministër me zhvillu këtë vend në shumë dimensione, më mirë se sa asnjëherë më përpara. As në aspektin ekonomik, politik, diplomatik, politika të jashtme e tjera. E ka pas rrugën qetë, sepse ka pas 51%, shumicën në parlament s'ke mujtë kur mja destruktu, dhe ka pas një opozit shumë konstruktive që nga çështjet e dialogut dhe të këto tjerat konsensuset për ekonominë. Pra, që ka vërtetu Albin Kurti? Që ka vërtetu Albin Kurti është që ai nuk din me qeverisë në një, dhe në momentet, në një segment ku mundet me qeverisë, ai nuk dën me qeverisë. Pro përgjigja është që nuk dën me i po institucionet, po i konvenon këti kështu si babush me vazhdu me pos kuletën e popullit në xhep, edhe me shpërndos si vitra, çdo 3-4 muj, si me qenë parat e babës ti nër tepih të babës, e jo parat e taksa paguzëve të qytetarët Kosovës, përderisa ky endet me 17-20 truproje, edhe si e quajtën detyrë, si pa detyrë, ky kryeministër po i thot vetit. Ndërsa po i shihni se ku kemi rrinë me izolimin diplomatik edhe ekonomik. Tash ti mund të më pyet çka po don ky mos s'po don mi po institucionet. Po don me nështru opozitën. Po, në nështrim, derisa më thuti, tash bëtuna i sholla nuk thejet garë mes LDK-s edhe PDK-s, kush po në me Kurtin, atër nuk ka në nështrim atë madhë. Po do në pëtutna, se fjalla pëtutna s'pegon shumë mirë, që do. Do me thonë, nuk ka në nështrim atë madhë, se sa me nështru opozitin, për derisa nësë pas opinionit tënë, ka garë se kush po me Kurtin. Edhe pëse Zoti Hamza... Mirë, e ka prek sa edhe radhe Zoti Hamza, po shikoni, tash opozita, unë mendoj, Fidan duhet me hy në këtë proces negociatori, për këto pozitat që po i dënë Vjosa Lumiri për prezidentin me çmimin që me shkatru LDK, sepse kësaj radhe, nëse këta vinë koalicion, LDK shkatruhet për 34 sekonda. A dini pse? Sepse ky skenari në Agim Veliut ka me përdor hala pa apo 1 muj 2-3. E zgjedh presidentin dhe pastaj këta i shuton nga qeveria. Sepse nuk i duhen asgjë. Nuk i duhen asgjë dhe kjo është goditja fatale finale. Po nëse ja pranon Vjosa Osmanin për presidentin, se Vjosa të kjo në kundërshtu ka pak, e kështu përsa das po mdojnë. Po gjithmonë me nëse po flasim, Vjosa Lumiri e tjetri, kushdo që hyn nga LDK me pazarin për me koalicion për pozicionin e presidentes. Shkatruhet LDK, nuk ka më LDK. Dikush mund të thonë, po tash është shkatruar, jo tash është shkatruar, LDK është kompakte. Tash është kompakte, tash ka gjasa për me renovu, me ristrukturu, me një leadership të ri, sepse kanë fillu në shkrimet. Po pyetja tjetër, Jon, vetëm informacione. A brengosën, jo, e vërtet, po a brengosën, na po bëjmë analizë, a brengosën tash Vjosa Lumiri pse shkatruhet LDK? Jo. Jo, se Zoti Abdi Zgjiku është lider, e ka marrë konat më të vështira. Unë mendoj jo. E ka pru deri këtu. Mirë, unë jam këtu me mendimin. Unë mendoj që jo, sepse Vjosa në praktik na ka treguar të kalumen që edhe kur jep goditje fatale, siç që dhanë të kalumen LDK-s, nuk brengoset. Loja që ka